Thash pra. Pato, happy birthday to you. Bravo! Shifre, kuptoj! Dhe gjithashtu uroj që karakterin e fortë dhe këmbëngulës ta përdorosh për gjëra të mira. Mirë se erdhët në vlogmas dita e dytë. Sot do jetë dita më e ëmbël sepse do bëjmë festimet e ditëlindjes Batolinës që ka bërë 2 vjeç. I ka bërë javën që shkoj faktikisht, por duke qenë se nuk patëm mundësi që të mblidhemi të gjithë për t'ja festuar, e spostuam pak dhe sot do jetë pikërisht dita ku do festojmë. Do t'ju marrë me vete në organizimin se si do t'a bëj, do t'ju tregoj se ku i kam marrë gjërat, por ndërkohë po ju lë disa video që kam bërë kur po përgatisja të gjitha gjërat për festimin në Qerdhe dhe shikojni këtu. Ja, po përgatisim gjërat për në Qerdhe, për Bato. Kjo është Bato. Thash pra. Vazhdo në krafti. Mbaruam gjithë kapelet Dino. E këtu është happy birthday, po bëjmë dhe pjesën tjetër. Më vjen një ditë njëhet që merresh me dekorat e fëmijës. Këtu kemi fryrë dhe gjitha të lombacat me temë Dino. Dhe gjeni kush është këtu. Taran, Rio. Dhe ja dhe Amor jo. Tu jemi duke fryrë Dino në madh happy birthday. Filloj! Ja, ndalesa e parë për sot është një vend këtu te komuna ku bëjnë zbukurime. Ja kam bler vjet aty Batolinës me temë Teddy Bear dhe do shkojmë si vjet sërish për të parë nëse ka ndonjë gjë, sepse nga të gjitha gjërat që kisha porositur në temu, të llombacet i shfrytëzova për në Qerdhe. Ka qenë se mendoja se mjaftonin, por 30 të llombaca janë pak. Ta keni parasysh në rast se bëni dhe ju festën. Në Qerdhe organizohen shumë thjesht, zakonisht çohet torta, siç e pat dhe zbukurimet, por nuk është se çohen gjëra të tjera për të ngrënë nga që janë të vegjël dhe nuk preferohet. Tani jam shumë kurioze të shoh nëse do arrit të gjej gjërat këtu tek vendi, tek komuna, tek qendra Kristal. Kjo nuk është sponsor, do i blej dhe faktikisht edhe nuk është se kushtojnë çdo gjë lirë. Zbukurimet kanë filluar, janë bërë të kushtueshme, por nëse organizoni përpara, 1 muaj e gjys ndoshta para, se mua më bën 3 javë që të vinin nga Temu, mund të gjeni dhe në Temu gjëra shumë interesante, sepse më keni pyetur gjithë këto ditë për sa i përket zbukurimeve me formë Dino. Porosita disa të llombace me helium, me ngjyrat e tokës dhe jeshilës, pak kështu efekt Dino. Bëra shaka në Instagram para disa ditësh dhe thash na ka hyrë Dino në gjak, por është e vërtet, domethënë çdo gjë në shtëpi kërkohet në atë mënyrë, shqyr që nuk i kërkon dhe rrobat akoma, por që kur i tregoj ndonjë hoodie që ka dhe i them që ka Dino, qesh edhe del kështu dhe e tregon. Ne do shkojmë tek MD-ja, tek supermarketi që ndodhet te Deli Orgji, ka disa pika faktikisht, atje do shkoj të marr disa mozzarella dhe gjëra pak kështu italiane për aperitivo.
Ndalesa e radhës është tek Rubi, aty kemi porositur tortën për Baton. Për sa i përket festës, domethënë zyrtare me familjarët. Dhe do shoh se si do dali, e kemi kërkuar të thjesht, minimale. Shija është easy, është torta easy, pra ajo që e gjeni edhe në website, por ne kemi kërkuar me një dekor të thjesht minimal me dino, sigurisht. Dhe do shohim si ka dalë. Sa bukur pas kanë dalë. Pas kanë dalë shumë cute. Ka një gjëra të bukur shumë. Ja, ku jam me ndihmësen kryesore si gjithmonë duke bërë këto kordelet dhe vendosëm kokën e tavolinës ku do jetë aperitivi. Okej, do hap këtë mbulesën që ma ka dhuruar mami. Dhe është hera e parë që e vë. Ndërkohë Bato po los mbrapa me. Disa nga gjërat që përgatita, shpejt e shpejt. Gjërat e fundit në furrë, po më shihni mua. Ja. Okej. Ja pra miq, kam dhe tavën e fundit që po piqem byreçkat që i pat. Dhe kjo është pjata. Të gjitha këto gjërat që shihni i kam porositur në Temu. Dhe këto i bleva tani. Ja dhe të dhombacat. Edhe kjo është në Temu. Amra s'po i pëlqen shumë. Apo jo? Okej, me zia dolëm. Do t'ju tregoj një nga dajnat që më keni pyetur më shumë online, edhe këtë e kam marrë në Temu. Kjo ka qenë vëmendja e madhe në social media. Sa bukuroshe. Një kujtim për Baton,
Qa do mi uru? Kur të rritet ka mi po. Kur të rritet tani, i zot 100 vjetë mas pari, u bofti mirë, i menqëm si baba i vetë, Kuku, e si mama? edhe si nona vetë ka dole se përpodova. Okej, Bato në përshëndetim. Bato, kjo është qika allët sarpresh, ta që e rritje të e po këtë video. Amra, do të më të përshëndet edhe me ta urë. Edhe qa du mi uru kur të rritet? Më bo djali mirë, më ngu prend. Bravo. Edhe në shkollë, më konë excellent me mësu. Amra o sportiste e mirë edhe mesa e vetë me në fis. Që i sholla dhere tërë, më s'ka bo Bato me motër në shtatë që di. Që kjo është mi kujtim për Baton, kur të rritet ka mi po. Kjo është gjyshja i badeti, e din tashmë. Qa do mi uru? Edhe shako mi uru, Qa do mi uru? Batos. Kanë thonë të në Gjakov, thojnë djali i djalit, o syni i ballit. Edhe fatin mbi të gjitha, u rrit me prind, Edhe me shëndet. me shëndet normal. Më shumë pare. Kur ta ka fatin, i ka të gjitha. Okej, bro. Po s'pat fat, s'ka. Qëmërime! Deri edhe këto, babi? Bato! Bato, shikoja! Edhe këto! Bato u knaqe! Bato! A ka kuptua një qatë? Shime, kuptoj se qarë është. Po këtë të apës të? Wow! Bato! A thuja lirova? E s'ka gjë se ja rregullojmë se duhet edhe këtu edhe mbrapa. E pra, se unë si jam du. Hajde, babi! Bato, happy birthday to you. Happy birthday to you. Jeni edhe ju dëshmitar, doja u paraqit në skenë, Bato do jesh rritur, doja në din ti. Me siguri do jesh duke loz me to. Qa mesazhi ka doja? Tani që është rrit Bato. Të do fort, po më fort do mama. Që po më mërzit e mama. Ta di që daja do jetë ferra jote. Këtë video Bato do e fshi. Di që ëndrat e tua, do të nimoj daja për ëndrat e tua të realizosh, për e që të amësia, po për gjërat të qia, daja. Daja. Daja ka dëshirë dhe që të Do provosh. thush kush është ky, dhe shkajt më të. Gjithashtu Daja ka dëshirë që të provosh shumë sporte dhe shumë Edhe piano ka. piano, gjëra të ndryshme. Ëndrat, zgjidhi gjë dhe ndiqe. Bravo! Bravo! Ja ku je? Jam me dy tezet e vogla. Emi dhe Eljan. Vajza, çfarë do i uroni Batos që ta shohi kur të jetë më i rritur? Që kemi Bato nga e ardhmja, të duam shumë, shpresoj që të rritesh një djalë sa më i bukur dhe i mirë edhe të duam Bato të luaj. të luaj futboll me Eljan. Bravo! Basketboll apo futboll, Eljan? dyja. Të dyja. Se keni edhe bluzat një lloj. Shikoj edhe ti Bato e ke këtë dhe me zi presim që ta veshësh. Hajde, tash na. Batxim, të duam shumë. Tani jam me mamin dhe me Marcon. Marco, un messaggio per Batolino quando sarà grande così lo vede. Quando non ti chiamerà più Maco Maco. Quando sarò morto. Ma cosa dici? Ma smettila! La Madonna. Marco, per favore, cose positive, per favore. Cosa gli vuoi dire? Che diventi un karateka di quelli seri e almeno al terzo dan come suo zio Luca.
Ok, bravo. Basta, e per E il resto vada alle Olimpiadi allora. non ci sono le Olimpiadi di karate. No! Allora di judo, cosa c'è? Di judo. No, ma devi diventare un karateka. Ok, Bato më duket se cili nga ne do që të bësh një kampion në një gjë të caktuar i shkreti ti. Mami ndalje dhe cilësia e videos nuk është si tjerat, por duhet patjetër t'i thot një mesazh Batolinos që do rritet. Asgjë, vetëm u rritsh me shëndet dhe me shumë dashuri. E more vesh Batolino. Dhe mami im se ti thon ndonjëherë ma tani ose nonna të don shumë dhe është kujdesur për ty, kështu që. Bye. Bato tash jemi me mamin, se në 7 herë s'është kaq e bukur. O bobo. As baba, grand jem plavgë më të Kjo është Ola. Po, pastaj punata ime, pastaj nusja e dajës. Edhe Ola ka me ta dhonë një porosi. Po, e para është Ola. Më falë doktoresh Ola. Fiks, pediatre. Unë mërojt bash një djallë shumë i mbarë, bësh krenar mamin e babin, edhe neve pa tjetër, edhe ti është gjithmonë shumë i lumë. Jem 2 holla, Bato. Një është holla mak, holla kak. Po nuk e ke vendos alo, kur nështë e rrit në kalzën cila holla mak. Kjo është bresha. Qa të mi ru, Bato? Bato saj, i uroj t'jetë një djallë shumë i mirë, i suksesshëm, edhe momentin ku ta shë këtë video, marrë me po hollën. Gjithë. Bravo! Hiqa fare se. Gjuje! Gjuj dalë. Shur! Forca Elia! Bravo! Nuk ka shans qatë kjo. Do shohim sot shihen e dytë. Nuk na u nda kakao sot, sepse siç e vu të re dhe çokolata dhe torta e Batos ishte me çokoladë. Sot ka qenë një ditë shumë e gjatë, nuk e di a arritet ta ndjeni dhe ju. Isha në punë, këtu kishin familjarët e Hekrit që dhe ato kishin nevojat e tyre për të dalë, jo për të bërë gjëra që kanë ardhur për të bërë. Bato, organizimi ditëlindjes Batos dhe gjithë këto gjëra. Por që jam shumë e gëzuar sepse ditëlindja i doli shumë e bukur dhe doja të merrja pak kohë për të thënë se sa bukur dalin ditëlindjet në shtëpi, si një herë një kohë. Jam shumë e sigurt që nëse do e kishim bërë në lokal, nuk do kishte dalë në këtë mënyrë, nuk do kishim pasur atë intimitetin, mundësinë për të folur, për të shprehur, për të luajtur, siç është në shtëpi. Bato ka lindur në dimër, se po të kishte lindur në pranverë, sigurisht do kisha bërë një piknik, unë vdes për piknika, ose do kisha bërë diçka tjetër në natyrë, që prap me mbledhje, por që ndërkohë po bëhet çaj, sinqerisht ja vlen shumë ditëlindja në shtëpi. Unë e mendoj kështu, sidomos për fëmijët e vegjël, si puna e Batos. Sepse kur rriten dhe fillojnë kuptojnë pak më shumë, gjenden disa opsione. Unë jam e vdekur, edhe kam ngrënë, besoj vetëm pak gjatë festës. Gjithë ditën kam qenë pa ngrënë, nuk e kam pas mendjen fare, sepse sigurisht përveç gjithë impenjimeve të ditës, ka qenë dhe çështja e regjistrimit të Vlogmas. Familjarët e Hekrit bashkë me Hekrin vendosën të dalin në qendër, sepse sigurisht kanë dëshirë dhe ato të shohin Tiranën. Unë vendosa të rinë në shtëpi duke qenë se nuk doja që Bato të humbte orarin e gjumit dhe në orën 9 vendosa për të fjetur dhe thash kështu në këtë mënyrë do flisnim pak bashk. Të gjitha zbukurimet në temë ja vlen realisht shumë, si për faktin që gjeni lloje të ndryshme dhe shumë të bukura që mund t'i kombinoni me njëri tjetrin, gjë që këtu nuk gjej. Kam mbredhur disa dyqane sot dhe nuk pash gjëra që unë kam porositur për Baton në temë dhe kjo është gjë shumë pozitive, vetëm keni parasysh 1 muaj para, 1 muaj gjysmë para dhe 2 muaj para. E vetmja gjë që në fund fare doli pak dështimi ishte ajo, nuk di si t'ja them fjalën në spanjisht, që
e gjuan, që filloi të gjuan të Bato, ishte vetëm me letra dhe vetëm mbushpja plot me letra jeshile. Gjithsesi edhe ajo ishte shumë e lezetshme, vetëm se nuk shtypej, nuk qahej, nuk e di domethënë. Por ja vlen, porosit përse përket dekorimeve, gjërave që janë të tilla që nuk është se I vishni gjithë kohës, nuk është se I përdorni gjithë kohës, që kanë të bëjnë me lëkurën, me flokët, me trupin, ja vlen. Pastaj gjërat e tjera mendoj që duhet ta mendoni disa herë sepse keni parasysh kimikatet, plastikat dhe materialet që përdorin. Unë gjithmonë nëse do blej në temë, blej për gjëra të tilla, pra siç ishte ky rasti, ku dhe shumica e gjërave ishin o karton ose ishin tullumbaca. Nuk kam gjetë asnjë dyqan tjetër në Tiranë me këtë llojshmëri produktesh, kështu që më dëgjoni mua. Nëse doni ju jap dhe kodet, edhe pse unë nuk bashkëpunoj me temën, më kanë kërkuar bashkëpunim, por nuk më duket një bashkëpunim okay, korrekt, nuk përfaqëson ato që unë jetën time, vlerat e mia ose çfarë unë mendoj, nuk e di, nuk bën për mua. Ndoshta mund të jem ndër të paktat që e ka refuzuar bashkëpunimin me temën, por thjesht ju e dini që unë tregojm transparente dhe nuk ishte okay për mua, kështu që megjithatë unë kam bler aty dhe nëse ju intereson unë ju jap dhe kodet. Nuk kam thënë mesazhin tim për Baton, për Batolinën, pavarësisht se fakti që kishim shumë dëshirë të organizonim këtë dhe që t'ishte bashkë me familjarët, një nga arsyet pse unë jam kthyer këtu në Tiranë, në Shqipëri, përveç të shumë gjërave të tjera që lidhen me punën dhe me gjërat e tjera, por nëse do flas nga aspekti im personal, është fakti që Bato mund të rritet afër familjarëve, që mendoj është gjë shumë e rëndësishme. Të kaloj sa më shumë kohë me kushërirat e mia, me prindërit e mi, me vllajën tim, sigurisht mundohemi të taçojmë edhe në Gjako shpesh. Duhet patjetër të rritet afër familjes, I rrethuar me familjarët. Bato ka ndryshuar shumë, sidomos faktin që kur takon shpesh prindërit, vllajën, kushërirat, është më shoqërueshëm, gjithashtu dhe çerdhja e ka bërë shumë mirë dhe kjo më pëlqen shumë, më ngro shumë. U kënaqëm të gjithë në fest, nuk e di a arrit të kuptohej dhe sigurisht nëse ju duhet ndonjë recetë me detaje më komentoni sepse e kisha të pamundur t'ju flisja shumë gjatë kohës së organizimit. Dhe kështu thjesht unë doja t'ju thoja Batos që përveç se e dua shumë, uroj që gjithmonë t'jesh kurioz siç je tani për gjërat, për jetën, mos largohet kurioziteti, dëshira për të zbuluar, sepse që I vogël ke qenë kështu, që beb ke qenë kështu, dhe gjithashtu uroj që karakterin e fortë dhe këmbëngulës ta përdorosh për gjëra të mira. Jo për këmbëngulje të kota, sepse edhe fakti që je kokëfort ke qenë që I vogël, por që përveç kësaj ti je një beb dhe fëmijë dhe shpresoj të jesh gjithmonë shumë I dashur, shumë I qeshur. Dhe fakti që ke këtë shpirtin eksplorues, kurioz, është një nga gjërat që adhuroj më shumë tek ti, përveç faktit që je shumë I dashur me ne dhe uroj që edhe kur të rritesh, na duash, na përqafosh dhe të na puthësh siç bën tani. Okej. Vlogmasit Day 2 I erdhi fundi. Uroj që t'ju ketë pëlqyer shumë dhe nesër do kemi një tjetër ditë shumë ndryshe nga kjo e sotmja. Do mundohem që çdo ditë të jetë ndryshe, që të keni varietet dhe të kënaqeni me ne. Mos harroni të bëni subscribe, të komentoni, të bëni like dhe shpërndani sa më shumë vlogjet e mia në mënyrë që të na ndjekin sa më shumë veta. Ju e dini se suporti juaj është shumë I rëndësishëm për mua dhe më bën të mundur që unë të vazhdoj të eci përpara këtu në kanalin tim. Unë do vazhdoj të pi çajin, që ka shumë I mirë, por ai ditës parë ishte I preferuari im. Dhe ne do shihemi nesër, edhe juve ju dua shumë.